miqja, ku jemi këtu sërish me Mandin, i cili ka përgatitur për ne një recetë në ditën e sotme. Dhe për çfarë bëhet fjalë, Mandi? Bëhet fjalë jo për një recetë italiane që quhet spaghetti carbonara. Është një recetë me traditë italiane, është goxha e vjetër si recetë dhe besoj se çdo kush duhet ta ketë dëgjuar si recetë një spaghetti carbonara. Është shumë e shpejtë, shumë e thjeshtë për të gatuar. Me këto përbërës që ne kemi këtu në tavolinën tonë, kemi 150 gram spaghetti. Unë kam zgjedhur numër 3. E mira është numër 3 që unë kam zgjedhur pasi është e hollë dhe zihet më shpejt. Pasi duhet të bëhen të dyja njëkohësisht. Në një tigan vendosim për të bërë salcën, ndërsa në tjetrin vendosim për të zgjedhur spaghetti. Ndërsa po të jenë pak më trasha, han kohën një çik më tepër. Dhe unë sugjeroj gjithmonë që ta gatuajmë me numër 3. Kemi pancetën, kemi pak gjalp, kemi 2 verra veze, kemi dhe djathin parmigiano, pak kri piper dhe pak fare vaj për të zgjedhur spaghetti. Pra kaq pak produkte nevojiten në përgatitjen e kësaj recete. Është shumë e shpejtë e thjeshtë Iva. Mirë, atëherë Mandi. Po mbukoj Iva, unë pak më përpara kam ndezur tenxherin ku kam vendosur ujin për të zgjedhur spaghetti. Për të valuar, Uji kam marrë val dhe ndërkohë shtojmë kripën dhe spaghetti. Ndërkohë Iva vendosim tiganin tjetër. Dhe do gati për salcën. Për salcën. Shtojmë pak fare gjalp, pasi dhe panceta ka yndyrën e vet. Ndërkohë shtojmë dhe pancetën. Pra kur përgatisim këtu dhe spaghetti, përderisa po përdorim pancetën, i rekomandoj të gjitha ambisave që shumë pak gjalp. Sa më pak gjalp. Përsa i përket yndyrës, ka mjaftueshëm panceta. Do shtojmë pak vaj tek spaghetti që të mos na ngjiten. Dhe vaji nuk na duhet më. Është shumë e shpejtë Iva, do ta shohësh edhe ti vetë sa shpejt do e gatuajmë këtë recetë. Për 10 minuta përfundon. Mandi, ne thamë që është një recetë italiane. Italiane është... Dhe përbërësit janë pikërisht këto që ne... Recetë e vjetër italiane. Të themi që unë qurë kam filluar, kam 14 vjetë sot që filloj. Dhe kam 14 vjetë që unë e di këtë recetë. Pra është një recetë... është goxha e vjetër si recetë. Traditë? Traditë. Si që është ajo receta që është një recetë tjetër, spaghetti, vaj, spes degës. Dhe ajo është goxha e vjetër. Dhe kjo gjithashtu pasi janë të dyja të vjetra si receta. Duke më thënë që ti kishe shumë që e spagetit. Po, shumë vërtet. Unë mendova sot të bëj këtë posaçërisht për ju. O, sa mirë, ma ke plotësuar dëshirën, ë? Dhe nesër gjithashtu të bëj një tjetër. Dhe në ditën e vijim. Më the që ke menduar të bësh një javë me pasta të ndryshme. Me pasta të ndryshme. Pra, ti tregojmë ambisave se si mund të gatuajmë pastat me kosto të lirë. Me kosto të lirë. Presim pancetën më pak. Pasi do marrim pak nga uji i makaronit, do shtojmë tek panceta, do shtojmë pak fare krip dhe pak fare piper. Dhe më pas do shtojmë spagetit pas të kemi të zjera tek panceta. Ndërkohë, kemi 2 verrat e vezës, do të përzijemi me djathin parmigiano, do t'i shtojmë në tigan tek spaghetti, do t'i përzijemi dhe do t'a servirim. Do të kemi diçka parasysh, shikon falë se po ndërpret. Gjithmonë ku kjo recetë gatuhet, duhet të serviret sa më shpejt. Pra në moment. Pasi verra e vezës dhe djathi, ndërthuren të dyja dhe bëhet një masë e fortë. Ndërsa po ta lëm për pak minuta në pa e serviru, çfarë ndodh bëhet si pastiqe. Nuk duhet të jetë pastiqe, duhet të jetë pak e ujshme. Do të thënë që spaghetti, kur ne supozojmë që e kemi në tigan ose në pjatën e servirjes, duhet të ndahet nga njëra tjetra. Nuk duhet të jenë të ftohet salca dhe më pas ta servim, duhet të jetë salca e ngrohtë. A pranon kjo recetë ndonjë produkt tjetër? Absolutisht jo. Jo. Absolutisht jo. Dikush mund ta bëjë me pana, po origjinali është pa pana. Receta origjinale është pa pana. Ka shumë që përdoren. Jo, absolutisht jo. Ato që i shtojnë kërpudha ose pana është për t'i dhënë shije tjetër. Por nuk quhet më spaghetti carbonara. Jo, nuk ka lidhje fare.
Receta origjinale është pa pana, pa kërpulla, thjesht siç ne kemi të përbërës tavolinën tonë. Atëherë kemi gati pancetën. Shtojmë pak nga uji i makaronave. Pak piper dhe shumë pak krip. Pasi dhe djathi ka kripën dhe panceta ka kripën e vetë. Shumë pak sa përshie. Pra për përgatitjen e kësaj recete nevojiten pancet, 2 të verdha vezësh, djath parmigiano dhe 150 gram spageti. Dhe të gjitha produktet ju tashmë i dini që ne i blem pikërisht tek supermarket Xhangolli, ku kemi mundësinë që të blem mirë dhe të paguajmë lirë. Faleminderit Xhangolli. Gjithashtu me që jemi tek miqtë e kohës për të shijuar, le të falenderojmë dhe Vastur, i cili i jep çmimin e madh fituesit të kësaj sfide, fituesit të kohës për të shijuar, kur bëhet fjalë për një udhtim 7 ditor në Alanya, një udhtim çift në resortin The Inn. Çdo gjë all inclusive. Vastur, operatori vetëm në Shqipëri, më më shumë se 550 agjenci udhëtimi anëtare në të gjithë Shqipërinë, servir në këto pushime verore, charter në Antalya, charter në Sharm el Sheikh, bus charter në Halkidiki. Produktin e gjeni në koralet të Vastur, ju mund ta gjeni shumë thjesht në të gjitha agjencitë Member Vas Group, si dhe në faqen online www.vas.al, ku mund të rezervoni dhe me kartë krediti. Faleminderit Vastur, faleminderit Xhangolli. Për 1 minutë kemi gati recetën tonë. Shtojmë djathin parmigiano të këtë verrat e vezës. E rrajmë me një tel vezësh. Kemi dhe spagetin të zirë. Pra ka përfunduar, Kemi përfunduar. Më falë pak jo, më ndihmoj me një kulles të këndit tjetër i kuzhinës tonë. E çdo të bëje ti pa mua? Absolutisht si gjë jo. Pra ka përshtypjen mandi që veza së bashku me djathin do të hitet në fund, do? Në fund. Nuk duhet ta shplan spagetin, absolutisht nuk duhet shplan. Do me thënë etim spagetin në fillim. Po fikim dhe zjarën. Shtojmë të verën e vezës me djathin parmigiano. Dhe e përzirë, Dhe fillojmë për ta përzirë. Dhe kemi gati për ta serviru riva. Duhet të servire sa më shpejt të konsumatorët. Dhe të konsumohet sa më shpejt. Patjetër që po. Shtojmë dhe pak pancet për sipër. Gata në është gati. Kemi përgatitur për ju sot, dashur miq, një spageti
Carbonara. Carbonara, një spaghetti me një recet italiane, një recet e vjetër tradicionale, të cilët pothuajse ne tashmë e njohim të gjithë, jo vetëm në restorante, por i me bërë mjeshtër edhe në familjet tona për ta gatuar. Megjithatë Mandi e ka risillë edhe një herë këtu në kohën për të shijuar, sepse ashtu siç mua më ka premtuar, po a zbuloj dhe juve sekretin, Mandi do na gatuaj javën e pastave. Kështu që përgatituni mirë, kemi gjithë javës për të zbuluar se si neve mund të gatuajmë në familjet tona pasta të ndryshme. Dhe kam një merak shumë të madh Mandi, mirë që do na shëndosh ende avisat, se një javë të tërë pasta. Do përpiqemi të bëjmë me pak kalori. Mirë, të dashur miq, ndërkohë që unë shijoj recetën time të preferuar, mos harroni, ne do të jemi sërish nesër në orën 13:30 pikërisht këtu në Albania Screen së bashku me Mandin. Mirë takoj.